15 ditë prilli. Dramatizimi i romanit të Anisa Markajanit, eksperiencë unike në art turbina. Teatri Kombëtar ka vënë në skenë për herë të parë dramën 15 ditë prilli, bazuar në romanin me të njëjtin titull të autores Anisa Markajan, një emër i njohur i kinematografisë shqiptare dhe jo vetëm. Me regji të Driada Dervishit, ky dramatizim i gërshetuar me situata groteske dhe humori është mirë pritur nga ark të dashësit në sallën e kryesore të Arts Turbina. Me 15 ditë prilli është një vepër që ngërthen dramën, emocionin dhe reflektimin mbi jetën dhe historinë. Kalimi i saj nga faqet të romanit në skenën e teatrit sjell një dimension të ri, duke dhënë publikut mundësinë të përjetojë nga afër historinë e saj të fuqishme. Vepra po interpretohet nga një kast i njohur aktorësh, mes të cilëve Ylka Mujo, Ervin Çuli, Alesia Xhemalej, Romir Zalla, Suela Bako, Mimoza Marjaku, Amos Zaria, Adelina Muça, Sanie Hoti, Giuliane Brisku, Aleksandër Seitaj dhe Jao Guma. Me një ekip të talentuar krijues përfshirë kompozitoren Rona Kastrioti, kostumografen Desantina Lika, skenografin Beqo Nana dhe koreografen Valentina Myteveli, shfaqja premton një qasje artistike të thellë dhe të ndjerë që do vijojë të shfaqet edhe gjatë fundjavës. Romani 15 ditë prilli i Anisa Markajan rrëfen ngjarjet e një kohë që duket se e pa kohë, po i referohet qartë kohës së regjimit totalitar në Shqipëri, siç ishte Shqipëria në një të shkuar të afërt.